Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Persona që pinë kafe çdo mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do befasoheni. Një grup studiuesish nga Universiteti Nevada Reno zbuluan se llumi i kafes dhe kafja kanë efekte të ndryshme në secilin prej nesh. Por kafja me të cilën nis ditën një pjesë e mirë e njerëzve mund të mos jetë mënyra më e mirë për ta filluar ditën. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është pikërisht mëngjesi i vonë midis orës 9:30 dhe 11:30 paradite. Brightside tregon efektet që mund të ketë kafeina në trupin ton kur ne e pim atë me stomakun bosh. Ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj sapo ju të dilni nga shtrati mund të ketë efektin e kundërt. Kafeina dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe njëkohësisht mund të çojë në probleme me gjumin, gjë e cila do të rezultojë më pas në lodhje. Nëse ju e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, me patjetër ju do të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohore. Sipas ekspertëve, kjo ndodh sepse truri ynë e prodhon insulinën për të kompensuar sheqerin dhe nga ana tjetër ju duhet të dini që kjo i bën nivelet e glukozës në gjak që të bien. Dhe kjo gjë më pas do të rezultojë në mungesë energjie dhe në ankth. Trupi juaj mundet që të humbas mineralet e tij më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafeinës, sidomos herët në mëngjes, mund të bëjë që ju të humbisni shumë vitamina dhe njëkohësisht minerale thelbësore. Mund të sabotojë njëkohësisht thithjen e hekurit magnezi dhe vitaminave B, të cilat janë njëtike për sistemin tonë nervor. Shumë kafeinë gjithashtu mund të nxjerrë kalcium nga kockat tuaja, duke i bërë ato edhe më të dobta. Mund të krijojë probleme me stomakun. Kafeja aktivizon sistemin nervor i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mund të shkaktojë diarre. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë që të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të kafes dhe për rrjedhoj, shumica prej nesh ka vështirësi në tretjen e laktozës dhe kjo mund të shkaktojë shqetësime në stomak. Mund të çojë gjithashtu në shtim në peshë. Edhe pse kafeja e zezë mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin, ajo gjithashtu mund të prish modelet tuaja të shëndetshme të gjumit. Kur ju nuk flini mjaftueshëm, keni tendencën që të ndiheni njëkohësisht më të uritur dhe të keni më shumë dëshira për ushqime më të ëmbla. Shumë lloje kafesh, si pijet me kafe të përziera me ëmbëlsues, janë të mbushura me sheqer dhe njëkohësisht me kalori, duke u bërë kështu shkak për shtimin në peshë. Mund të përkeqësojë ankthin. Kur ju zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i jep trupit tuaj një efekt nervoz dhe madje mund të shtojë ankthin për disa njerëz. Mund të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafeja ju bën të përdorni tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidroheni është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës tuaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën dhe njëkohësisht e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme si rrudhat e parakohshme. Mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Filxhani juaj i kafes në mëngjes e bën më të vështirë për qelizat tuaja për të rregulluar nivelin e sheqerit në gjak, dhe kjo gjithashtu mund të çojë në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak nga ana tjetër mund të çojë në shtim në peshë dhe madje të rrisë rrezikun e infeksioneve të lëkurës. Këto janë shenja të cilat paralajmërojnë se ju po e teproni me konsumimin e kafes. 50% e popullsisë amerikane konsumon kafe,
Mesatarisht një person pi 3,1 filxhan kafe në ditë dhe kjo thjesht dëshmon se bota jonë moderne nuk mund të jetoj dot pa këtë pije magjike, madje ajo tashmë na është bërë një kulturë. Por përveç efekteve pozitive ka edhe disa efekte negative për të cilat të gjithë ne duhet të jemi të vetëdijshëm. Ju mund të keni probleme me stomakun. Kafeja në të vërtet ka një efekt laksativ, lëshon një hormon që bën që stomaku juaj të shpejtoj aktivitetin në zorën e trash. Pirja e tepërt të kafes mund të çojë në jashtëqitje të lirshme dhe madje edhe në diarre. Përveç kësaj, kafeja promovon zbatitjen gastroezofageale. Nëse ju keni ndonjë problem me stomakun tuaj, është më mirë të zvogëloni konsumin e saj. Mund të ndiheni të lodhur të nesërmen pasi të keni pirë kafe. Kafeja stimulon sistemin tuaj nervor për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe gjithashtu përmirëson performancën fizike me 11 deri në 12%. Por ka një anë të keqe. Adenozina, një element kimik i cili gjendet në kafe, së pari rritet dhe më pas bie. Disa studime vunë re se pasi të keni pirë shumë, ju mund të ndiheni të lodhur dhe mund të bini në gjumë. Mund të keni ankth nëse konsumoni doza të mëdha të kafes çdo ditë, kjo mund të çojë në ankth dhe në nervozizëm. Kafeja është një shkas për çlirimin e adrenalinës, gjë e cila mund të ndikojë në sjelljen tuaj. Nëse vëreni se jeni bërë shumë nervoz, është një ide e mirë të përpiqeni të kontrolloni konsumimin e kafeinës. Keni filluar të përjetoni pa gjumësi. Kafeja ju bën të qëndroni zgjuar, por në të njëjtën kohë ajo mund të ndikojë në gjumin tuaj. Studiuesit kanë treguar se një konsum i lartë i kafes mund të rrisë sasinë e kohës që juve ju duhet për të fjetur. Ju fjalë për fjalë flini më pak dhe ndiheni të lodhur për një kohë më të gjatë ditës. Keni rrahje të shpejta të zemrës dhe përjetoni lodhje. Efekti i shpejtë i rrahjeve të zemrës nuk shfaqet tek të gjithë, por gjithsesi është mjaft i zakonshëm. Është provuar tek të rinj të cilët konsumojnë doza të larta kafeje se kafeina mund të rrisë pulsin tuaj. Pirja e kafes nuk rekomandohet për ata njerëz të cilët kanë probleme me pagjumësinë. Është provuar gjithashtu se kafja mundet që të ndikojë keq edhe në presionin tuaj të gjakut. Metabolizmi juaj shpejtohet dhe bëheni të varur. Kafeja është një shtesë e djegjes së dhjamit. Studimet kanë treguar se ajo rrit metabolizmin tuaj me 3 deri në 11%. Sidoqoftë, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm sepse disa njerëz janë intolerant ndaj kafes dhe efektet negative janë shumë më të këqija se sa pozitive. Problemi është se ju mund të bëheni të varur nga kafeja dhe mund të konsumoni ujë mjaftueshëm për të cilin trupi juaj ka vërtet nevojë. Gjithashtu, ju duhet të hiqni dorë nga kafja nëse këmbët tuaja lëshojnë miza. Nëse keni ndjerë ndonjëherë se këmbët tuaja nuk qëndrojnë dot të qeta pas një filxhani kafeje, kafeina mund të jetë shkaktari. Për disa njerëz, kafeina e stimulon tepër sistemin nervor duke shkaktuar një dëshirë të pakontrollueshme për të lëvizur këmbët, sidomos natën. Kjo ndjesi mund të vështirësojë procesin e gjumit, duke qenë se kafeina mund të qëndrojë në sistemin tuaj për orë të tëra, edhe një kafe pasdite mund të çojë në një natë të parahatshme. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.